Këtu ngjatjeta uroj të jeni mirë. Përpara se edhe unë të dal të pushoj disa orë me që është e diel, vendosa që të mos e lë për ndark apo për nesër një zhvillim shumë të rëndësishëm, pasi është rrethuar plotësisht Venezuela, trupat amerikan, ushtria amerikane, marinzat kanë rrethuar Karajibet dhe është një zhvillim i jashtëzakonshëm, shumë i shpejt dhe i madh atje në Karajibe, pra në Venezuela, ku jemi shumë pranë pushtimit të Venezuelës dhe gjitha ngjarjeve të mëdha të cilat do të rëndisin Amerikën Latine. Çfarë është duke ndodhur? Kam zhvillime të shpejta të cilat kam dëshirë të njiheni me to dhe është shumë interesante të kuptojmë se diçka e madhe është duke ndodhur jo vetëm në Amerikë, në Amerikën Latine, por në të gjithë botën, siç e dini, vetëm para pak orësh dhe ditësh pra është duke u diskutuar, e gjithë bota e ka fokusin tek takimi i Budapestit ndërmjet Donald Trump dhe Vladimir Putin, dhe lidhur me këtë, përpara se të shkojmë në Venezuela, është një zhvillim i madh në shtëpinë e bardhë, e cila ka tronditur të gjithë planetin, rrethet gazetareske dhe mediat botërore. Dhe kjo lidhet me Karoline Leavitt. Karoline Leavitt është zëdhënësja e shtëpisë së bardhë. 28 vjeçarja ka patur një komunikim me shtypin me mediat dhe në një pjesë të mediave botërore, të cilat e kanë pyetur atë nëse ka ndonjë ide se kush është ai njeri që e ka propozuar dhe e ka dhënë idenë që Donald Trump të takohet në Budapest me Vladimir Putinin. Kush është pas kësaj ideje? A dini çfarë ka thënë zëdhënësja e shtëpisë së bardhë? Ndodh për herë të parë në historinë e shtëpisë së bardhë. I ka thënë pas idesë së takimit të Donald Trump dhe të Vladimir Putinit në Budapest, është mami jot, your mom. Ka shpërthyer mediat e botës dhe e kuptojnë që diçka e madhe është duke ndodhur, ka ndryshuar gjithçka, pra, që të mos habitemi nëse ndonjëherë kreshniku e thot në një fjalë më tepër këtu, apo nga emocionet, nga nervozizmi, apo nga lufta me poshtërsinë më të egër që na ndodh edhe ne këtu në Shqipëri, njeriu del shpeshherë nga politikisht korrektja dhe godet me fjalë të forta. Pyetja, me sa duket, e ka acaruar shumë zëdhënësen e shtëpisë bardhë. Kujdes, nuk është ndonjë zëdhënëse e ndonjë partie lokale këtu apo ndonjë partie të vogël. Është zëdhënësja Karoline Leavitt e shtëpisë së bardhë. I thot, kush e ideoi, po tallesh? Pyetja ishte sarkastike, pyetja ishte ironizuese. Kush ishte, ç'është ky Budapesti? Ç'a duan Budapest? Ç'është kjo Hungaria? Kush është ky Orbani që të shkojë Trump takohet me Putinin atje? Dhe ajo i ka thënë me plot gojën, idenë e ka kurdisur gjithë mami yt. Pra, kemi hyrë në një fazë të re. Nuk është vetëm çështje e sharjes, pra mamin tënd, mami yt dhe mamin ku ta kesh i bie kësaj. Por kjo tregon që bota ka hyrë në një fazë të shpërthimit të madh. Kanë dalë të gjithë nga rregullat, janë zhvesh të gjithë nga politikisht korrektja dhe të gjithë janë duke dhënë sinjale që duhet bëhemi gati për atë që po vjen. Pra është diçka shumë e madhe. Shtëpia bardhë thot, mamin tat ku ta kesh, mami jot është, pra jemi në një botë tjetër. Dhe këtu shpërngulemi më njëherë në atë që po ndodh në Venezuela. Donald Trump, siç e tham, po merret me konfliktin e Gazës, gjeti një lloj ndalimi të ngrirje të luftës atje dhe një marrëveshje të përkohshme, do ta kuptojmë në orët në vijim se çfarë po ndodh edhe atje ndërmjet Hamasit dhe Izraelit, Palestinës dhe Izraelit, Arabëve dhe Izraelit, Emirateve Arabe, Arabisë Saudite, çfarë qëndrimesh kanë, si po ecën loja Katari, Turqia, Egjipti e kështu me radhë për të rrim këtu. Është një përpjekje e madhe e Trumpit për të vënë paqë kudo, do të shkojë në Budapest, flas me Putinin për të parë çfarë do të bëjë në Ukrainë dhe menjëherë kanë nisur marincat në Karajibe, është rrethuar regjimi i Maduros, por çfarë po ndodh eksaktësisht, çfarë do të ndodh atje, çfarë pritet, cilët janë skenarët, çfarë i ka thënë Maduro Donald Trumpit, e ka marrë menjëherë në telefon, çfarë i ka thënë dhe pse e gjitha kjo lidhet me një panik të madh të Edi Ramës në Tiranë, do t'ju shpjegoj tani.
nuk përpiqem asnjëherë të bëj skup, asnjëherë të bëj lajm, por duhet ta kuptoni me kujdes, me racionalizëm, se përse Edi Rama në Tiranë është në panik nga rrëzimi i Maduros në Venezuela. Kujdes, do t'ju a them pas pak. 6.200 marinsa, B-2 Spirit 52 amerikan, luftaniet kanë rrethuar Karaibet dhe po japin sinjale të forta se po bëhen gati për të rrëzuar Maduro. Maduro është presidenti i cili erdhi pas Hugo Chavezit, ju e dini, është i majtë, është komunist, erdhi pas Hugo Chavezit, ka qenë një shofer kamioni, nuk e di çfarë ka mbaru Zeqineja e Firit, apo çfarë kanë mbaru ato, i mbani mend ish shefat e byros politike këtu, në kohën e Enver Hoxhës, se këta janë trashëgimtarët e tij, trashëgimtarët e Partisë Punës, kanë qenë shoferë kamionash me respektin tim. Kujdes, respekt maksimal për çdo lloj profesioni, për çdo lloj detyre, për çdo lloj pune dhe për çdo njeriu, për çdo profesion të çdo njeriu të ndershëm. Por punën duhet ta bëj ai që din ta bëj. Një lloj si ish byroja politike këtu kanë qenë karrociera, gjëra, njerëz mediocre, edhe atje Maduro ka qenë shofer kamioni. Bënte rrugë me dru edhe ndoshta bënte edhe ndonjë ngarkesë tjetër. Çfarë ndodhi se këta tani do t'i themi këtyre revolucionarëve, se kemi shumë këtu edhe këtu në trojet tona, që Maduro pasi ishte shofer kamioni atje në Venezuela, hyn direkt në parlament dhe bëhet kreu i shtetit me njëherë pas vdekjes së Chavezit. Ndodhi çfarë ndodhi? Ky revolucionari i madh e ka marrë me njëherë Trumpin në telefon, sipas shtypit Venezuelës dhe sipas shtypit amerikan. Çfarë i ka thënë? Donald Trump jam gati të ofroj për Amerikën gjithçka ke ti nevojë. Naft, gaz dhe mineralet e radha. Ju a kam thënë lufta bëhet për mineralet e radha, që pjesën më të madhe të cilës e kontrollon Kina. Amerika don të mbyll të gjitha vatrat dhe don të mbyll me luftë të gjitha vatrat ku do të kontrolloj pjesën më të madhe të mineraleve të radha, siç është Ukraina, energjetika në lidhjen e mesme, Poli i Veriut, Grenlanda, Arktiku dhe lufta e microchipave dhe semikonduktorëve, që do të jetë lufta për Tajvanin, do të jetë ajo e përgjithshme, rikthimi në bazën e Bagramit në Afganistan, në kufi me Kinën, është tregues i qartë që është plani i madh i rrethimit të Kinës. Tani, revolucionari Maduro ka marrë me njëherë, pasi ka parë rrethimin e Karaibeve dhe të Venezuelës, ka marrë urgjentisht në telefon Donald Trump. Dhe i ka thënë, të gjitha çfarë i do, unë jam i gatshëm të t'i jap. Çfarë kërkon për parësi të kompanive amerikane, naft, gaz, të gjitha investimet do t'jetë, të gjitha prioritetet do t'jenë për investimet amerikane dhe për kompanitë amerikane. Çfarë do, jam gati të t'i jap. I pyetur nga Newsweek, nga Politico dhe nga New York Times dhe nga The Guardian, presidenti Donald Trump ka thënë, ka folur për telefonatën e tij të orëve të fundit me Maduro dhe ka thënë po është e vërtet që presidenti i Venezuelës Maduro më ka marrë në telefon dhe më ka ofruar gjithçka ne mund t'i kërkojmë. Por, ka thënë Trump, nuk kemi pranuar ofertën e Maduros sepse këtu është kyçi, ai ka luajtur me Amerikën dhe me interesat tona strategjike. Pra, nuk kemi nevojë të na e jap Maduro se çfarë duam në Venezuelë, por do ta marrim vetë. Kjo ka qëllim të përcjell idenë që ne do ta marrim në Venezuela, do t'i rrezojmë komunistët në Venezuela dhe do të marrim çfarë duam vetë. Pse? Sepse tha Venezuela ka luajtur me interesat amerikane dhe ka përdor tokën e Venezuelës për të shkatëruar Amerikën. Si e ka bërë këtë? Ka përdor tokën e Venezuelës për gjithë trafikun e kokainës, që vjen nga Kolumbia,
dhe 20 deri në 60% e kokainës e Kolumbis kalon nga aeroportet e vogla të Venezuelës në përpyje në për xhungël për në Amerikë e para. E dyta, pjesa më e madhe e trafikut kokainës është bërë nga atje dhe pjesa më e madhe e trafikut të klandestinëve nga Amerika e Jugut dhe Amerika Latine për në Amerikë, për në kufirin e jugor të Amerikës me Meksikës, ka qenë e gjitha organizuar nga qarqet komuniste të Venezuelës. Ndaj, është shkelur vija e bardhë. Kokaina juaj ka ardhur për të shkatërruar kombin tonë. Sebepi është kokaina. Sebepi i pushtimit të Trump, sipas asaj që ai thot vetë, më mori Maduro në telefon dhe i ngriha telefonin, i thash, nuk na duhen më ofertat tuaj. Revolucion. Viva la revolucion! Alo, Trump, ta mbyllim këtë mohabet, bëjmë një lidhje marrëveshje, çfarë dush ti, hajde merri, vetëm le mua në pushtet. Viva la revolucion! Ha? Që të mos merreni shumë me këto emocionet. Viva la revolucion! Viva Fidel Castro, il nostro comandante! Ha? Edhe këta janë të pazareve, shesin çfarë të duan, vetëm të rinë pushtet. Shofer kamioni ka qenë. Nuk është një me respektin më të madh për shoferat, kuptojmë, e kamionave, po bëjnë punë të ndershme dhe i dalin veshkat vendit. Por këta revolucionarët e mëdhej që ju mbajnë kështu me idealet e mëdha të revolucion nel mundo, la palabra, edhe këta janë dobiç të mëdhej. E dini, si këta dobiçet këtu në Shqipëri. Dobiçet e ish Partisë Komuniste të Popoviçit dhe Dušan Mogoshës, që e kanë pushtu Shqipërinë për 80 vitesh dhe tani bëjnë si Amerikanë. Kuptoni? Këta dobiçet revolucionarë, këta janë gjithë ustallar, çfarë të kapin, çfarë të grabisin për vete, janë gjithë miliarderë. La revolucion, viva la revolucion, miliarderë. Pra, duhet i shohim gjërat pa emocion, se është lojë e pisët shumë. Është lojë shumë e pisët. Unë njëherë, personalisht, unë nuk besoj që ai që nuk ka Zot, ka mundësi të ketë atë dhe. Por nese, kjo është debat filozofik. Këta që thonë nuk jemi komunist, jemi ateist, thot, nuk ka Zot, thot, unë e kam të vështirë të besoj që dikush që nuk pranohet që ka Zot, pas ka atë dhe. Nuk më rrim, po kjo është debat filozofik me respektin për mendimet e të gjitha. Të shkojmë në Venezuela. Amerikanët kanë bombarduar 12 barka kokaine dhe 1 në ndetse. Janë vrarë 20 vetë, kanë shpëtu 2 vetë dhe janë arrestuar. Pra, sebepi i Amerikës për pushtimin e Venezuelës është çfarë? Kokaina, prekja e sigurisë kombëtare, hapja e kufive për emigracionin, shkatrimi i kombit amerikan duke fut helmin e bardhë në Amerikë, duke fut kokainë dhe heroinë atje, për të vrarë kalamajt e amerikanëve dhe burrat dhe gratë atje, dhe hapja shqyrja e kufirit për të çuar emigrim dhe për të çuar sigurisht edhe agent edhe spion të infiltruar, të cilët kanë synim fundosjen e perandorisë amerikane. Gjithashtu ka patur një përballje të fortë të Trumpit me shtypin atje, sepse Trump ka thënë që do të ndërtoj harkun e triumfit në Amerikë. Me atë skemën e vet, me stilin e vet, ka nxjerrë një arc de triomphe si ai që është në Paris, harku i triumfit, edhe unë ka thënë Trump do të ndërtoj një hark triumfi për mua këtu në Amerikë. Antifa është hedhur në protesta në gjithë Amerikën, miliona njerëz kanë dalë në protesta dhe kanë refuzuar Donald Trumpin, kanë thënë Amerika nuk është mbretëri, por Amerika është shtet presidencial, ka rregulla, ka liri, ka demokraci dhe nuk do të lejojmë që ta marrë gjithçka të komandohet me stilin dhe me frymën e Donald Trump. Është një përplasje e fortë sepse e majta ka filluar të luajë në mënyrë shumë agresive, është e tronditur nga pushtimi i Venezuelës, edhe këta tanët këtu janë të tronditur sepse il comandante Maduro, il capo del revolucion, është në siklet.
edhe kapot e revolucionit, miliarderët e rilindjes dhe të Popovicit këtu në Tiranë, janë në siklet, tani do ju them pse, do t'ju bëj lidhjen, qëndroni me mua. Nuk do ju mbaj shumë, sepse edhe unë kam nevojë të pushoj disa orë. Rrethimi dhe dërgimi i gjitha armëve na bën të ngrenë një pyetje të rëndësishme, që është: a do të kemi sulm të Amerikës me trupa brenda në Venezuela? Cilët janë skenarët e kësaj përplasje? Për sa kohë justifikimi dhe sebepi i Trumpit është kokaina dhe prekja e sigurisë kombëtare dhe luajtja e bishtit me Amerikën? A do të hyjë Amerika me trupa atje? Këtu kemi disa skenar. Skenari numër 1 është i lidhur me kapacitetet ushtarake. Venezuela ka ushtri të fortë, nuk ka ushtri të dobët. Ka armatime pafund nga Rusia, nga Irani dhe nga Kina. Ka mundësi të bëjë rezistencë, por opozita brenda është duke zjerë. Ka armatime, ka ndër ushtrit më të forta në Amerikën Latine pas Brazilit, Venezuela. Ka 120.000 ushtarë, ka dhe qindra mira të tjerë gati për të qenë rezervist. Tashmë ka hyrë në lojë Maria Machado. Maria Machado është personazhi që mori çmimin Nobel për paqe në Suedi para pak ditësh, mori në telefon Donald Trumpin dhe i tha: "Çmimi im për paqe ta dedikoj ty." Që ishte ftesë e jani bëni gati të rrethoni Venezuelën. Po do shkoj Trumpi, i duhet nafta e Venezuelës dhe pasuritë e Venezuelës, po i duhen. Por ja dha Maduro ja dha, e mori në telefon, i tha: "Çfarë të duash ti ecmeri, vetëm ble mua këtu në pushtet." Jo, tha, nuk i du për te, do ikësh veti. Pa te çfarë do Trumpi? Çfarë do Amerika atje? Po bën gati ta rrezojnë Maduron fare. Pse? Sepse duan të sjellin Maria Machado. Maria Machado ka dalë dhe i ka bërë thirrje sot pushtrisë dhe policisë të bashkohen me popullin opozitar dhe të braktisin Maduron dhe regjimin e tij. Në këtë moment, amerikanët vazhdojnë rrethimin e madh. Të gjithë atyre që hezitojnë, Maria Machado, që është sot simbolika, 60 vjeçarja, e cila është shefja e opozitës në Venezuela, e fshehur sigurisht, me njëherë pas rrethimit të Venezuelës nga trupat amerikane dhe ardhjes së luftanijeve dhe të marinzave, u ka thënë atyre që janë në dyshje: jeni gati, jeni të qetë ta braktisni Maduro në këtë moment, sepse kemi trupat amerikanë që janë aty gati për të mbrojtur. Në rast se do të fillojë diçka, që do të thotë ushtria amerikane do ta marrë në mbrojtje nëse do të fillojë revolucioni dhe do të fillojë përplasja civile brenda. Duke qenë që Trump vetëm para 2 ditësh i ka dhënë leje agjentëve të CIA-s që të nisin eliminimin, ekzekutimin e personazheve dhe të bëjnë vepra të cilat e trondisin nga brenda regjimin e Maduros atje, duke qenë situata e tillë, tregohet qartë që vendimi për të rrëzuar Maduron atje është gati. Pyetja e madhe është: a do të rri duar kryq Trumpi, ai Putini me Xi Jinping dhe Iranin në këtë moment? A do ta braktisin ata Venezuelën që të bjerë? Këtu është pyetja $1 milion, të cilën duhet ta kuptojmë. Duke parë sinjalet nga terreni dhe duke parë faktin që Donald Trump e ka refuzuar ofertën e Capo de Revolucion Maduro, e ka refuzuar ofertën e tij për të shkuar për të marrë pasuritë, apo për të marrë koncesione, apo për të marrë naftë, apo për të marrë minerale natyrore, duke i dhënë përparësi kompanive amerikane. Këtu duket qartë që Trump është i vendosur, është i bindur se do ta fitojë betejën me Venezuelën shumë shpejt. Ose do ta rrezojë atë. Sepse kjo na tregon gjithashtu se Donald Trump mund ta ketë mbyllur dealin, marrëveshjen pra me Kinën, edhe me Putinin, që nuk do t'i fusim hundët atje, nëse e do Venezuelën mere. Çfarë na bën të kuptojmë kjo?
Kjo na bën të kuptojmë se po ndahet pra bota, pra ajo që ju thash, mbrëm dhe ju kam thënë çdo natë. Po ndahet llokma të mëdha. Dhe pavarësisht se kemi përballjen e madhe dhe përplasjen e madhe ndërmjet Kinës dhe Amerikës, në momente të caktuar ata bashkë me Rusinë merren vesh. Dhe kur ikën një llokë e madhe si Venezuela, imagjinoni ju që ndodh me Kosovë, me Shqipëri e me Ballkane me kësaj historish. Ne nuk jemi kur gjë fare përballë një llok më të madhe siç është Venezuela. Që do të thotë ta bëjmë pak më të qartë. Fakti që Donald Trump refuzon ofertën e Maduros për t'u marrë vesh me të dhe i ka dhënë karta bianca, i ka dhënë çek të bardhë, çfarë të duash, hajde merri Venezuela, dhe ky thotë jo, sepse ti ke luajtur bishtin me interesat dhe sigurinë kombëtare të Amerikës, do të thotë që Trump nuk ka më nevojë për marrëveshje me Maduron, pra është i rënë, është i marrë. Që do të thotë mund të jetë marrëveshje edhe me Pekinin dhe me Putinin. Por në qoftë se vazhdon lufta në terren dhe tërhiqet në një luftë afatgjat, do të thotë që nuk është marrëvesh as me Putinin, as me Kinën dhe do të vazhdojmë të kemi atje një vatër të përgjakshme në Amerikën Latine, tashmë Venezuela, pas Ukrainës, pas detit Kinës jugut dhe pas Gazës, pas lindjes mesme, e cila edhe ajo është në shpërthim e sipër, dhe Ballkani që është kështu në krik. Duke patur parasysh të gjitha këto fakte, ne kuptojmë diçka shumë të madhe, që opozita brenda në Venezuela është vërtetësisht kundër Maduros. Nuk është si këtu janë gjithë bashkë këta. Opozita atje është vërtetësisht kundër Maduros. Kurse këtu hanë pinë bashkë, që gjithë ditën Sheraton, martohen bashkë, bëjnë krushqi bashkë, bëjnë biznes bashkë. Prandaj është histori tjetër që të mos ndërtoni paralele kështu kollaj. Tani ku është situata në Venezuelë? Problemi në Venezuelë ku çedon situata, e vetmja pikë që Trump ka frikë apo që nuk i ka bërë llogarit ndoshta deri në fund është si do të reagojë populli opozitar i Venezuelës, i cili edhe pse u rren Maduron, jo i gjithi është i pasionuar pas shefes së opozitës Maria Machado për arsye të lidhjeve të saj të ngushta me Benjamin Netanyahu. Ajo ka dalë dhe ka folur dhe ka lëvduar Benjamin Netanyahu dhe ka qenë suportuese dhe mbështetëse e tij e fortë. Dhe kjo në kushtet kur Netanyahu kryente genocid në Gaza dhe poshtrohej nga 90% e botës në OKB bashkë me popullin amerikan brenda në Amerikë, bashkë me magën e Trumpit, bashkë me republikanët dhe madje bashkë edhe me Trumpin disa herë, përveç rasteve kur është ai detyruar të luajë me 7 porta për nevojat lojës. Edhe maga vetë në Amerikë, që është suportuesit më të mëdhenj të Izraelit kanë qenë dhe të Bibi Netanyahus, edhe ata u kthyen dhe i thanë stop, kjo është genocid, kjo është poshtërsi. Vrasja e fëmijëve të vegjël në Gaza është poshtërsi. Në mesin e kësaj panorame të pisët të ndyrë gjakatare dhe genocidale në Gaza, Maria Machado vjen dhe mbështet Benjamin Netanyahu dhe aktivitetin e tij kriminal dhe genocidal në Gaza. Zhdukjen e 70.000 deri në 90.000 palestinezëve gra, fëmijë e pleqt smur. Në emër të eliminimit Hamasit dhe të terrorizmit. Hamasi po bën marrëveshje me Trumpin tani edhe është i armatos por i merr Gazën. Kuptoni, janë të gjitha rrena. Maria Machado humbi një pjesë të madhe të opozitës, sepse nuk ka asnjë mundësi që ti të bësh në krah të Bibi Netanyahus në momentin që ai po kryen genocid atje. Ndaj, kjo është edhe pika e dobët në këtë moment e shefes së opozitës Maria Machado, Nobelistja e paqes, mbi të cilën Donald Trump po pret dhe ka varur shpresat e tij, por në të gjitha rastet populariteti i saj është i lartë dhe mbështetja e trupave amerikane dhe marinzave amerikanë sigurisht mund të çojë në rënien e Maduros, ose do të kemi një luftë afatgjatë shumë të përgjakshme,
ku Venezuela do të hyjë me 120.000 trupat e saj aktiv që janë, përveç 100.000 rezervistëve, apo çfarë mund t'i vinë ndihmë nga Irani, Rusia dhe Kina, edhe pse ata kanë hallet e veta në këtë moment. Pyetja $1 milion është, përse Edi Rama në Tiranë është në panik nga rrëzimi i Maduros në Venezuela? Ku Venezuela? Venezuela në fund të botës në Amerikë Latine doja 16 orë me aeroplan me shku, ne këtu në Ballkan, o kreshnik, mos ndoshta nuk je normal ti nga trut dhe ke i nat Edi Ramën dhe bën kështu lidhje kotëm kot pa lidhje pas ka frikë Rama se bie Maduro. Kujdes, unë do t'jap fakt dhe argument. Unë nuk flas me emocione. Unë dukem si kur jam i ashpër, apo duket si kur jam agresiv në momente caktuara, por kjo buron prej vërtetësisë time, prej pastërtisë dhe sinqeritetit në atë që them. Kush e vlerëson, e vlerëson. Kush nuk e vlerëson, nuk ka si problem, nuk pres unë të më vlerësojnë gjithë njerëzit. Çështja është, përse Rama është në panik? Ka një arsye shumë të thjeshtë. Cila është kreshnik? Sebepi i Donald Trumpit dhe arsyeja madhore nëpërmjet të cilës ai justifikon rrëzimin nga pushteti të Maduros në Venezuela, nuk është as lufta e Venezuelës ndaj Amerikës, as ideologjia, as komunizmi, as socializmi, as dogma, as mineralet e rralla natyrale, as nafta, as benzina, as të mirat materiale të Venezuelës. Sebepi i shpallur zyrtarisht nga Trump është ka shkatëruar sigurinë kombëtare të Amerikës, është shkatëru Amerika për shkak të tyre dhe për shkak të trafikut të kokainës dhe të heroinës. 60% e heroinës dhe të kokainës që vjen nga Kolumbia kalon nga Venezuela në Amerikë. E si lidhet Rama këtu? Rama lidhet me raportin vetëm para 3 javësh që erdhi nga Departamenti Amerikan, i cili thot me tekst: Shqipëria në regjimin e rilindjes, e thot raporti, jo unë. Shkojeni, bëjeni Google e gjeni. Shqipëria në qeverisjen e rilindjes është shndëruar në lavatriçe të parave të kokainës dhe të heroinës që vjen nga lindja dhe nga Amerika Latine. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që Rama i Tiranës bashkë me regjimin e rilindjes janë bashkë autor me Maduron e Venezuelës dhe me çdo njeri tjetër që i ka lujt bishtin atje. Nesër do ju tregoj të dhënat të tjera se si po luhet bishti këtu në Tiranë dhe përplasja që ka nisur mes Ramës dhe amerikanëve këtu. Parat e kokainës së Kolumbisë dhe të Venezuelës që vinë me nëndece që e bombardoi Trump dje, vinë dhe pastrohen tek lavatriçja e Shqipërisë, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Që do thotë, Rama është bashkautor me Maduron dhe ka bërë të njëjtat shkelje që i di edhe FBI, edhe DEA amerikane, edhe CIA, edhe të gjitha agjensitë e zbulimit në Amerikë. Pra, Rama dhe Maduro nuk kanë asnjë ndryshim nga njëri tjetri, me raportin e Departamentit të Shtetit. Ndaj këtë e ka kapur paniku dhe makfi, është në gjendje shoku dhe sajoj tubimin e UÇK-s për të fsheh mbrapa nacionalizmit, mbrapa kuqezisë, mbrapa flamurit ton kombëtar, mbrapa Adem Jasharit, mbrapa atyre që janë të burgosur sot, ish-krerët e UÇK-s që janë të burgosur në Hag, për t'i treguar Amerikës që ky ka pushtet këtu bashkë me Ali Ahmetin e Maqedonisë Veriut. E kuptuam lojën. Ky është në panik sepse ka bërë lavatriçën e parave të kokainës së Kolumbisë dhe të Venezuelës, e cila vjen, tranzitohet në Shqipëri
raporti ideas Shqipëria qendër organizative, operacionale e krimit të organizuar dhe e trafikut kokainës. Lavatricia në Shqipëri ka pastru paret kanë shku në Amerikë për të godit Amerikën. E kuptuam? Viva la revolucion! E kuptuam? Komandante Edi Rama, e kuptuam? Comandante Maduro, comandante Castro, comandante revolucion, palabra, palabra, palabra. Cocaína, cocaína, cocaína. Viva la revolucion del cocaína. E kuptuam? Revolucionarët e kokainës, e kuptuam? Çfarë luhet në rrogoz? Është lojë shumë e pisët, është lojë shumë e ndyrë, është lojë shumë e madhe. Dhe ne jemi të vendosur t'ia shpjegojmë shqiptarëve deri në minutën e fundit, sepse ka pislëk shumë. Tani është ngrit Antifa atje në Amerikë, duan të rrezojnë trapin, se thonë po na ikin bastionet një nga një. Viva la revolucion. Edhe janë ngrit tani. Ata le të ngrihen shumë bukur. Amerika kjo ka të bukur në Amerika. Liri, demokraci, protesta. Protesta është oksigjeni i lirisë dhe i demokracisë. Por kush po e bën? Siç kanë këta të drejtë, edhe ata kanë të drejtë bëjnë protesta. Janë Antifa, Black Lives Matters, droga, kokaina, viva la revolucion, jo familjes, pro martesave, gra me gra, hiqe mamin, hiqe babin, prindi 1, prindi 2. Antifa, jemi antifashist. La cocaina, antifa cocaina. Kuptuam? Loje madhe. Janë në drejtën e tyre, kanë parimet e veta, kanë burimet e veta, kanë besimin e vet. Kjo është demokracia, kjo është liria, të gjithë besojnë atë që duan. Të gjithë kanë të drejtë të bëjnë protesta, të gjithë kanë të drejtë të luajnë, të gjithë kanë të drejtë të mashtrojnë. Por, po e fituam betejën e vetdijes, nuk ka fuqi në botë në poshtë. Dhe ne do ta fitojmë betejën e vetdijes duke folur minutë pas minute me popullin ton këtu dhe duke i treguar të gjitha, ashtu siç nuk u a thonë në asnjë drejtare tjetër televizive në TV-t shqiptare, por mbase edhe më gjërë. Kaq kisha për sot, edhe unë si ju kam nevojë të pushoj disa orë, do të dalë ta bëj këtë, por nuk doja ta bëj përpara se t'ju tregoj këto zhvillime të shpejta. Rishihemi shpejt për zhvillime të tjera të mëdha, por ju e dini si gjithmonë, ato vijojnë në numrin e aq.